Sot është dita ndërkombëtare e jetimëve, një ditë që shërben për të kthyer syt nga ata që jetën e nisen pa ngrohtësinë e prindërve. Kjo ditë mban brenda histori njerëzore të mbushura me dhimbje, por edhe me një forcë të jashtëzakonshme për të mbijetuar. Një prej tyre është dhe historia e Bertit, i mbetur vetëm në një moshë ku fëmijët e tjerë njohin vetëm lojra dhe përkthelit. Bertit ju desh të përballej me botën e egër të rriturve. Unë jam rritë shpinë e fëmijës qysa ka marrë mjetë, me fjalin e braktis nga prind. Jam rritë Botrov, jam rritë shpinë e fëmijës. Jeta jeme ka filluar në Shkodër, me fjalë jam braktis, i kam lënë Tiranë, së bazë të komentave si më kanë thonë, edhe jam transferuar në Shkodër. Për me unë gjumë kohën e gjagjit. Ku kam kjallë fëmijë, ka kjallë një shtirë, me thonë tajtër. Normal, se kërkoshin prej të tollë. Edhe, kur u banë 24 vjeç, për herë parë, rësova për fjallë jetën e prindëve të mi, se kërkova kota Ida Shtino, edhe i kaq, jeta jeme nuk ka kënë farë të vështira, kuptan se në bërë situacione, veç kur kena dalë, ka kënë një fije, se normal se ishim mësu më rritë atë, edhe falim në Zotit, si në Vinjali në një maj shumë, ishte atë kohë për ikti shpresa, si në kur maru me klasën e 8, në mori me fjallë nga za familja, aty normal, se si në familje në ose bukuru shumë i jeta. Ajo rritën peshën e rënd të paragjykimeve të shoqërisë. Për shumë njerëz statusi i tij ishte një etiketë, por për Bertin ishte thjesht një piknisje e vështirë për të dëshmuar të kundërtën. Paragjykime kena pas me thënë drejtën, paragjykime kena pas, ku që kjo është fisë njëse, kuptan, po se kam qakujt në metë për para, se kam pani që ka kene shkru me jeta jeme. Berti ka thyer çdo barrierë, duke u integruar plotësisht në shoqëri dhe duke siguruar një jetesë të ndershme, por ka arritur të ndërtojë atë që i mungoi më shumë në fëmijëri, një familje të ngrohtë dhe të shëndosh. Dalja ku dola për gaza familjes ishte shumë e vështirë me thënë drejtën. Se u fejova, nuk kisha shtëpi atko, më desh me gjetë shtëpi me qera. Ka pas raste, si kam pas nusën në 7 zonë, edhe kena fjetë edhe pa buk, se ishte atko sa dola për shtëpisë gaza familjes, e isha pa punë. Qa moshën? Kam kenë moshën e 24 vjeç, një atko kur kam dalë për gaza familjet, edhe ka kenë shumë jetë e vështirë. A kuptan? Atëherë, Bashkia Shkodër, kur e falenderoj, futin punë të shtëpia fëmijë sanitar, kur i falenderoj edhe tonë stafin, me drejtoreshe me tonë, se më dojnë me thonë drejten, edhe ishto, kam ecë për para. Atëherë shoqja jeme e punës, më prunin verë me punu këtë në sezon. E sinqerisht, to ishin shumë njerëz mirë, si stafi, si tonë. I gjasim ka prejki to, kur ka marrë për e të parë, isha të pi kafe të veranët aty, i tha Bersilve atje, tylet, se ishin stafi malë shumë, edhe o nisa fije si i myllë. I tha Bersilve, rryse e paragjikori, sa atë gjënë, tha. Bimine i tha, gati, tha këti idealit. Edhe pra ne unë i falenderoj shumë, nuk gjej fjallë me i falenderu. Shtëpia ti sot nuk je më vetmin e dikurshme, por gumxhin nga dashuria. Për Bertin, ky është suksesi i tij më i madh.